Autoritetet në Kosovë besojnë se deri në vjeshtën e këtij viti do themelohen komunat e reja me shumicë serbe të parashikuara në planin e presidentit Marti Ahtisaari. Në një bisedë me Zërin e Amerikës, ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati e cilëson të domosdoshëm procesin e decentralizimit për të afruar pushtetin me qytetarët, por tërheq vërejtjen për mëdyshjen e qytetarëve serb për të bashkëpunuar në këtë proces. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edona Demaj. Autoritetet në Kosovë besojnë se deri në vjeshtën e këtij viti, kur edhe pritet të mbahen zgjedhjet për pushtetin komunal, të themelojnë edhe komunat e reja me shumicë serbe të parapara në planin e presidentit Marti Ahtisaari. Në një bisedë për Zërin e Amerikës, ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se institucionet e Kosovës, bashkë me zyrën civile ndërkombëtare, po i bëjnë të gjitha përgatitjet që komunat e reja të jenë të gatshme. Por ai tërheq vërejtjen për mëdyshjet e qytetarëve serb për të bashkëpunuar në procesin e decentralizimit. Ekziston vetëm një faktor të cilën akoma nuk e kemi siguru, e ajo është aktivizimi më i fuqishëm i qytetarëve të Komunitetit Serb dhe të liderëve, të cilët në një masë akoma hezitojnë. Dhe shpresojmë se edhe ky faktor të jetë i rëndësishëm, pra të sigurojmë bashkëpunimin e qytetarëve dhe liderëve të Komunitetit Serb. Dhe shpresojmë se edhe sjellja e Beogradit, qendrimi i Beogradit do të jetë progresiv, se do të jetë i moderum dhe se do të bazohet në interesin e qytetarëve të Komunitetit Serb, që ata të ekzistojnë në vatrat e tyre, që ata të inkurajohen për të marrë pjesë në këto procese, të faktorizohen dhe të marrin të gjitha të drejtat e barabarta si edhe gjithë qytetarët e Kosovës dhe se bashkërisht të ndërtojnë perspektivën e tyre evropiane. Procesi i decentralizimit i cili parashej krijimin e komunave të veçanta me shumicë serbe është kundërshtuar nga Beogradi dhe një pjesë e qytetarëve serb, ndërsa qytetarët shqiptar nuk e shohin me sy të mirë për shkak të shqetësimeve siç thuhet për ndarjen e Kosovës në baza etnike. Dhe kjo është droja e shumicës shqiptare, një pjesë të qytetarëve shqiptar, se ne apo stimulojmë ndarje dhe paralelizëm apo vërtet mundësi për integrim dhe funksionim. Ndërsa qytetarët e Komunitetit Serb, një pjesë pra, në ndikimin edhe politikave të Beogradit dhe disa çarqeve ekstreme këtu në Kosovë, e konsiderojnë që pjesëmarrja e tyre në këtë proces dhe marrja e këtyre kompetencat, fillimi që të ndikojnë drejt për drejti duke i menaxhu këto të drejta në jetën e tyre, pa ndërhyrje, pa cenzurë, pa majorizim nga niveli qendror, ata do të dëshmojnë se ka nevojë për të drejta dhe ka nevojë për barazi. Decentralizimi është cilësuar si një nga proceset më të vështira që dalin nga propozimi i presidentit Ahtisaari, mbi bazën e të cilit Kosova e ka shpallur pavarësinë. Ndonëse cilësohet si proces i domosdoshëm për afrimin e pushtetit me qytetarët, pjesëtarët e komunitetit serb kanë kërkuar që ky proces të mos zbatohet në bazë të planit Ahtisaari. Por autoritetet në Kosovë kundërshtojnë çdo ndryshim të mundshëm në këtë plan, ndërsa shprehen të bindur se decentralizimi i pushtetit komunal do të zbatohet në afatin e paraparë. Për Zërin e Amerikës, Edona Demaj, Prishtinë.